لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, krijuesin e gjithësisë, sunduesin e botrave, për të mirat e panumërta që na i ka dhuru, që në Islam na ka udhëzu dhe me Islam na ka nderu. Salavatet dhe selamet më të përzemërta ja dërgojmë vulës profecisë, zotriut njerëzisë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të ndershme dhe fisnike, shokëve të tij, bujar dhe besnik, neve dhe gjithë atyre që vazhdojnë të ndjekin rrugën e tij me seriozitet dhe sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Në hutben e sotme do të flasim, vëllezër të nderuar, për mbi vetdijen e mbikëqyrjes së Allahut subhanahu wa taala. Dhe do t'ja filloj hutben me një pyetje. A kemi mendu ndonjëherë se si do të ishte jeta e jonë sikur ta ndjenim në çdo moment se dikush është duke na shiku, dikush është duke na ndigju dhe e din se çfarë fshihet në zemrat dhe në mendjet tona. E ky nuk është dikush nga njerëzit, mirë po është krijuesi i gjithësisë, Allahu subhanahu wa taala. Sa ndryshe, vëllezër të nderuar, do të sillemi, pra do të sillet njeriu më të vërtet, sa kujdes do të kishte njeriu në fjalët dhe në veprat e tija, madje edhe në mendimet që do t'i mendonte, sikur ta kishte ndjenjën se krijuesi i gjithësisë është atë duke e vëzhgu në çdo moment, është duke e ndëgju dhe e din se çfarë fshihet në zemrën dhe në mendjen e tij. Allahu subhanahu wa taala një ajet kuranor thot: wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Thot Allahu subhanahu wa taala se ai është me ju kudo që ju të gjendeni, dhe Allahu subhanahu wa taala thot është mbikëqyrës për çdo punë që ju keni mi punu. Pra nuk thot Allahu subhanahu wa taala që ai është me ne vetëm kur ne të falemi, vetëm kur ne të lutemi, apo vetëm kur ne të pendohemi. Mirë po thot Allahu subhanahu wa taala që është me ne edhe kur ne jemi në punë, edhe kur ne jemi në shtëpi, edhe kur jemi në vetmi, mirë po edhe kur jemi në shoqëri, madje edhe në majat malit atje mu gjend, prap nuk jemi vetëm, sepse thot Allahu subhanahu wa taala, ai është me ju kudo që ju të gjendeni. Dëgjon, sheh dhe është mbikëqyrës mbi ju në çdo moment. Vëllezër të nderuar, le ta mendojmë thjesht kur njeriu është në punë dhe aty e ka shefin apo pronarin që është duke e shikuar. Dhe secili njeri, kur e din që është duke e mbikëqyr pronari apo shefi, do të mundonte që punën mi bën në mënyrën më të mirë që ai kishte mujë. Apo fëmijët kur janë në shkollë, kur nuk është profesori në klasë, hedhen, tërbohen, vrasin, bërtasin, sepse e din që nuk është kërkush të i shiku. Mirë po si vjen profesori, vetë disohen dhe bahen të mirë, sepse i vjen ajo ndjenja që dikush është duke i shiku, dikush është duke i mbikëqyr. Mirë po ne, vëllezër të nderuar, si krijesat Allahut subhanahu wa taala, pse e kemi harru ne këtë ndjenjë që Allahu subhanahu wa taala është duke na kthyer në çdo moment që ne gjendemi, pra në çdo sekond që ne kalojmë në këtë jetë. Allahu subhanahu wa taala thot në një ajet kuranor: wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Ne thot e kemi kriju njeriun dhe e dim thot se çka i përshpëritën atij vetja atij. Allahu subhanahu wa taala edhe pa e nxjerrë të fjalën, Allahu e din se çka ke në mend ti. Allahu e din se çka ke në zemër ti.
Dhe vazhdon Allahu subhanahu wa taala dhe thot: "Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Dhe ne, thot Allahu subhanahu wa taala, jemi më afër njeriut se sa që është damari i qafës së tij. Vëllezër të nderuam, nëse njeriu e kishte mbjell këtë ndjenjë në veten e tij, se Allahu subhanahu wa taala është më afër tij se sa damari i qafës tij, njeriu shumë u kishte vedisu dhe nuk e kishte lënë veten let me rane për harame. Kur kishte me ndjet tundim në zemrën e tij, ai kishte mi kujtu se Allahu subhanahu wa taala është duke e shiku. Kur e kishte pa veten në pozit dhe kishte mujt për me mashtru tjerë, kishte kujtu se Allahu subhanahu wa taala është duke ndëgju. Dhe kështu në çdo moment kur niset njeriu, kur u kishte nis me bë një punë të keqe që e hidhron Allahun subhanahu wa taala, kishte thënë me veten ndalu se Allahu subhanahu wa taala është duke mbikëqyr. Dhe kështu vëllezër të nderuam, nëse njeriu e mbjellën këtë ndjenjë në veten e tij, kjo ndjenjë ka mu bë sebeb apo shkak që njeriu mirujt nga shumë harame, pra qofshin ato të mëdhaja apo të vogla. Një ditë Omeri radiallahu anhu po kalonte rrugës dhe dëgjoi për një bari që po runte dele. Dhe Omeri radiallahu anhu shkoi tek ai dhe i tha: "Mashet", i tha, "një dele, shite një dele dhe jep ma mu." Ndërsa ky i tha: "Unë jam vetëm se duke i mbikëqyr, nuk janë të mijat, pronar është dikush tjetër." Ndërsa Omeri radiallahu anhu mi testu, i tha: "Po thuj", i tha pronarit, "që një nga delet e ka hëngër ujku dhe atë ma jep mu." Dhe njeriu në atë moment i tha Omerit radiallahu anhu, pra nën kuptimi, i tha: "Mirë po, unë mund mi rrejt pronarin", por i tha: "Ku është Allahu subhanahu wa taala? Pronarin mundem mi rrejt, vehten mundem mi rrejt, po ku është Allahu subhanahu wa taala?" Dhe Omeri në atë moment u prek dhe i tha: "Kjo fjalë", tha, "po ku është Allahu subhanahu wa taala, është një ndër fjalë që do të shpëtojnë në ditën e gjykimit." Një bari i thjesht, ndoshta nuk ishte shkollë të krymon, ndoshta nuk ishte dituri të madhe, mirë po e kishte ndjenjën që Allahu subhanahu wa taala e mbikëqyrën në çdo moment. Dhe në atë moment ai bari u bë më i mençur se shumë njerëz të tjerë që janë të mençur, mirë po nuk e kanë ndjenjën se Allahu subhanahu wa taala është duke i mbikëqyr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u taku me Xhibrilin alayhi salam dhe u pyet se çfarë është ihsani, u përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: "An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsani, grada më e lartë e besimit, çka është? Kur e pyeti Xhibrili, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj duke i thënë: "Adhurimi i Allahut subhanahu wa taala sikur ti je duke e pa Allahun subhanahu wa taala." Kjo është grada më e lartë e besimit. Mi adhuru Allahun, me jetu duke adhuru Allahun sikur ti je duke e pa atë. E pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Edhe nëse ti nuk e sheh, atëherë dije që Allahu subhanahu wa taala është duke të pa ty." Vëllezër të nderuam, nëse njeriu do ta dinte dhe do ta kishte ndjenjën që Allahu subhanahu wa taala e sheh, njeriu shumë u kishte vetdisu dhe nuk i kishte fol keq prindërve të tij. Njeriu shumë u kishte vetdisu dhe nuk do t'i bënte padrejtësi bashkëshortes tij apo fëmijëve të tij. Nuk do t'i bënte padrejtësi shoqërisë në përgjithësi, nuk do të merrte haram nga puna e tij. Sepse, siç thot një dietar, nëse turprohesh thot nga njerëzit, atëherë turprohu edhe më shumë nga ai që të ka kriju ty. E kur njeriu turprohet prej Allahut subhanahu wa taala, bëhet i qetë dhe nuk ka nevojë me lujt role për njerëzit, sepse Allahu subhanahu wa taala
e din përpjekjen tënde, e din lodhjen tënde, e din mundin dhe sakrificën tënde, dhe Allahu subhanahu wa taala shpërblen për gjithë ata më mirë se çdo kush tjetër. Njëherë një dietar ju drejtu nxënësve duke i thënë se cili prej jush tha, le ta therr një zog, mirë po në një vend ku askush nuk do ta shoh. Dhe të gjithë studentët u kthyn me zogun e therrun përpos njënit. Dhe i tha, mirë, po ti pse nuk e ke therr? Tha, gjeta vende ku askush nga njerëzit nuk më shihte. Mirë po nuk gjeta vend ku Allahu subhanahu wa taala nuk më sheh. Ai tha, është duke më shiku në çdo moment dhe në çdo çast. E nëse njeriu vëllezër të nderuam e ndjen kët në çdo hap që hedh, në çdo fjalë që e nxjerr nga goja e tij, në çdo vepër që do të bëj, në këtë dërnja gjithmonë do të mendohet përpara se ajo punë që jam duke e bë, a ka mi kënaq Allahun subhanahu wa taala apo ka mi hidhruat. Vëllezër të nderuam, le ta mësojmë këtë ndjenjën se Allahu subhanahu wa taala është duke na mbikëqyr në çdo moment, duke na kçyr, duke na ndëgju dhe duke na shiku. E din çka fshihet në zemrën dhe në mendjet tona. Le ta mësojmë këtë ndjenjë tek vetja jonë, tek familjet tona, tek fëmijët tonë. Mos t'i themi fëmijëve mos e bën këtë gjë sepse kam i marr vesh. Mos e bën atë gjë se un jam duke të pa. Mirë po, t'i themi mos e bën këtë apo atë gjë sepse Allahu subhanahu wa taala është duke të pa. Allahu subhanahu wa taala është duke të ndëgju dhe duke të shiku. E kur fëmijët të mësohen me këtë ndërgjegje, do të rriten dhe do të edukohen me frigën dhe me ndërgjegjen karshi Allahut subhanahu wa taala dhe jo me frigën ndaj njerëzve. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, alam ya'lam bi anna Allaha yara. A nuk e din ai se Allahu subhanahu wa taala është duke e pa. Allahu subhanahu wa taala është duke e pa dhe jo vetëm kur ai është në gabim, mirë po edhe kur njeriu pendohet, edhe kur njeriu kthehet tek Allahu subhanahu wa taala, edhe kur largohet nga rruga e tij, thot Allahu subhanahu wa taala, ai është duke e pa në çdo moment. Kështu që vëllezër të nderuam, mesazhi i hutbes sotme është kur je vetëm, kur të mundon diçka, kur të përshpërit shejtani ke veshi dhe të thot me ba mëkate që e hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala, kujtoje gjithmonë se Allahu subhanahu wa taala është duke të vështru, është duke të ndëgju, është duke të mbikëqyr dhe Allahu subhanahu wa taala don që ti me qenë i pastër. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na jap atë ndjenjën që Allahu subhanahu wa taala është duke na mbikëqyr në çdo moment. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bëj prej atyne që adhurojnë Allahun subhanahu wa taala në fshehtësi dhe në publik. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu na i fal mëkatet tona. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu t'i fal mëkatet e prindërve tonë. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu t'i mëshiroj gjithë ata që janë bërë sebeb që Islami kjo dritë me ardhë deri në ditët tona. E lutim Allahun subhanahu wa taala që kështu siç na ka bashkuar në këtë ditë xumaje, Allahu subhanahu wa taala të na bashkoj në Jannatul Firdaus me shahida, me pejgamber dhe me njerëz të mirë. Thuani amin, amin, wa quli qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.